10 bakteret që jetojnë në telefonat tonë mobil. Sipas studimeve të shumta, është dalë në përfundimin se në sipërfaqen e celularëve që përdorim gjatë ditës, ndodhen rreth 80% e baktereve më të zakonshme të njeriut. Telefonat tanë mobil janë ndër objektet më të ndotura që prekim çdo ditë dhe mbajnë shumë lloje bakteresh për shkak të kontaktit të vazhdueshëm me duart, fytyrën dhe mjedisin përreth. Disa madje thonë se ato janë edhe më të ndotura me bakteret edhe se sa kapaku i tualetëve, ndërkohë që ato e prekim mesatarisht 150 herë në ditë. Bakteret grumbullohen në telefonat mobil sepse ato krijojnë një mjedis ideal për zhvillimin e mikrobeve. Për disa arsye kryesore, kontakti i shpeshtë me duart tona prekin shumë sipërfaqe gjatë ditës dhe mbledhin mikrobe që më pas kalojnë në telefon. Nxehtësia e telefonit, pajisjet ngrohen gjatë përdorimit dhe nxehtësia favorizon shumimin e baktereve. Përdorimi në mjedise të ndotura, shumë njerëz e përdorin telefonin në tualet, në transport publik apo gjatë ngrënies, ku ka prani të lartë të mikrobeve. Pastrimi i rrallë, telefonat nuk pastrohen rregullisht, kështu që bakteret mbeten dhe shumohen. Sipërfaqja e butonave dhe çarjeve, disa telefona kanë hapësira ku pluhuri dhe mikrobet mund të qëndrojnë dhe të mos largohen lehtë. Në thelb, telefoni shndërrohet në një streh për mikrobet për shkak të përdorimit të vazhdueshëm dhe mungesës së higjienës. Cilet janë 10 bakteret më të rrezikshme që ndodhen në telefonat tonë? Pseudomonas aeruginosa është bakteri që gjendet me shumicë në telefonat mobil që përdorim. Kjo për faktin se ky lloj bakteri nuk ka shumë nevojë për ushqim që të shtohet në koloni. Clostridium difficile. Ky bakter është nga më prezentët dhe është përgjegjës për forma të ndryshme diareje dhe irritim të zorrës së trashë. Ai përgjithsisht prek persona që kanë një mbrojtje të dobësuar imunitare. Staphylococcus aureus. Ky lloj bakteri që ndodhet normalisht në lëkurën tonë, në raste të veçanta ka të gjitha mundësitë që të gjenerojë fenomene dhe simptoma të patologjive të ndryshme, shpesh herë edhe të rënda. Prezenca e këtij bakteri është vërejtur në telefonat e një përqindje të madhe të punonjësve të sistemit sanitar. Staphylococcus coagulasi negativi. Këto baktere janë përgjegjëse për infeksionet sanguine që hasen më së shumti nëpër spitale. Janë vështirësisht të prekshëm prej antibiotikëve. Streptococcus. Njihen 2 lloje të këtij bakteri shumë të dëgjuar. Tipi A është përgjegjës për faringitet dhe tonsilitet tek fëmijët, ndërsa tipi B është përgjegjës për një gamë të madhe patologjish në moshë adulte, që nga pulmonitet deri tek infeksionet e traktit urinar. Escherichia coli. Ky në fakt është një bakter që ndodhet normalisht në aparatin ton tretës, por fakti që ai eliminohet përmes fekaleve, ndërkohë që gjendet edhe në ekranet e telefonave, është një tregues domethënës për kontaminim e tyre. Coliformi. Edhe për këtë bakter mund të thuhet e njëjta gjë sikurse edhe për Escherichia coli. Corynebacterium. Ky bakter është në origjinë të difterisë, një sëmundje e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, me mundësi të shumta komplikacionesh edhe të organeve të tjera. Candida albicans. Bakteri i mësipërm ndodhet gjithashtu normalisht në trupin e njeriut, por në raste të virulentimit të tij, ai bëhet përgjegjës për infeksione të kavitetit të gojës dhe zonave publike. Myshjet. Këto ndodhen kryesisht nëpër frutat që janë haruar me kohë nëpër frigorifer, por janë hasur edhe në 10% të telefonave të kontrolluar. Këto shkaktojnë fenomene të tilla që lidhen me vështirësi në frymëmarrje, hundë të zëna dhe në raste të rralla edhe në infeksione pulmonare. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.